të shtunën, ndërsa presidenti Donald Trump njoftoi se Shtetet e Bashkuara kishin nisur një sulm të madh ndaj Iranit, ushtria izraelite deklaroi se sulmi i përbashkët Shoba-Izrael kishte goditur 10 objektiva ushtarake në Iran. Trump tha se operacioni kishte për qëllim shkatrimin e ushtrisë iraniane, eliminimin e programit bërthamor dhe ndryshimin e qeverisë së tij. Ndërkohë raportoi për shpërthime të mëdha në Teheran, ndërsa banorët shihnin tym duke ngjitur nga rajone që besohet të strehojnë zyrtar të lartë iranian. Ndërsa bota u zgjua me këtë lajm dhe qëndron e bombarduar nga shumë kanale propagandistike që përpiqen ta interpretojnë në mënyra të ndryshme, profesori i studimeve iraniane në Universitetin Columbia të New Yorkut, Hamid Dabashi, në analizën e tij sjell 4 faktorë ushtarak në lojë, me fatin e më shumë se 90 milion njerëzve në rrezik. Faktori i parë është fuqia e çliruar e ushtrisë amerikane, me Trumpin një komandant të pakontrolluar dhe gati të tërheqë vëmendjen nga dështimet e tij brenda vendit, me dosjet e Epsteinit, dështimet në rajon, aventurizmi në Venezuelë, Kubë dhe Grenland dhe dështimet në politikën globale përballë Kinës dhe Rusisë. Dabashi shkruan se Trumpi gënjente zakonisht kur organizonte negociata false me iranianët, me qëllimin për të fituar kohë dhe për të përgatitur mjaftueshëm forcën ushtarake për të goditur Iranin me efektivitet. Në Shoba, kjo është një luftë shumë e papopularizuar kundër Iranit. Detyra kryesore e medias korporative, të udhëhequr nga The New York Times dhe The Wall Street Journal, është ta shes këtë luftë si paraprakisht të domosdoshme. Faktori i dytë është vetë Republika Islamike, e cila përballet me protesta kombëtare që nga dhjetori 2025 dhe fillim janari, të nxitura nga kriza e thellë ekonomike që Irani ka përjetuar për dekada. Sipas Dabashit, këto vështirësi ekonomike janë rezultati 2 faktorëve komplementar: korrupsionit dhe paaftësisë së brendshme shtetërore dhe sanksioneve shkatruese të jashtme të vendosura nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në lojë, megjithatë, janë jetët e brishta dhe të pambrojtura të 90 milion njerëzve të ngujuar brenda dheut të tyre. Një terren shkatrues lufte civile dhe fragmentimi etnik i vendit është në horizont. Rajoni i Gjirit dhe më gjërë është tashmë skena e këtij agresioni të egër dhe pa kuptim, vlerëson Dabashi. Faktori i tretë është Izraeli, makina më vdekjeprurëse në rajon, i freskët nga masakra e pamëshirshme e 10 mijëra palestinezëve, sulmet ushtarake ndaj Libanit, Sirisë, Yemenit dhe Iranit në qershor 2025. Dabashi shkruan se Izraeli ka interesa të shumta në këtë raund të fundit të luftës së tij të pandërprerë, të tërheqë vëmendjen nga dënimi global për gjenocidin dhe krimet ndaj njerëzimit në Palestinë dhe të zgjerojë shtetin e tij garnizon për të gllabëruar gjithë Palestinën dhe pjesë të Libanit, Sirisë dhe ndoshta edhe më tej. Ambasadori amerikan në Izrael, Mike Huckabee, sapo i dha dritën jeshile për të pushtuar gjithë lindjen e mesme. Po ashtu, në agjendën e Izraelit është fragmentimi i Iranit në enklava etnike. Izraeli nuk do të kënaqet vetëm me fragmentimin dhe shkatrimin total të Iranit. Turqia dhe Pakistani janë gjithashtu objektiva të radhës. Faktori i katërt, sipas Dabashit, është iluzioni fashist i mbeturinave të dinastisë Pahlavi dhe banditëve e intelektualëve të tyre bashkëpunues të udhëhequr nga Reza Pahlavi, që ëndrojnë të rikthejnë pushtetin pothuaj gjysmë shekulli pas përfundimit të sundimit të tyre të korruptuar nga iranianët. Pahlavit kanë pak ose as pak bazë popullore në Iran. Banditëria e tyre fashiste dhe alanca me aventurierët vrasës izraelit janë shenjat e tyre karakteristike në këtë terren lufte, shkruan Dabashi. Këto forca do të dominojnë tani lajmet dhe do ta përpiqen të bindin botën se kauza e tyre është e drejtë. Thuajse gjitha mediat perëndimore do të gënjejnë botën. The New York Times dhe BBC do të jenë zëri i Shobas, Izraelit dhe alatëve të tyre europian. Asnjë fjalë që vjen nga këto makineri propagandistike nuk do të jetë e besueshme, shkruan Dabashi, dhe shton se vëmendja e botës duhet të fokusohet tek jetët dhe mbijetesa e 90 milion njerëzve, trashëgimtar të një civilizimi të madh që tani është në dorë të fatit mizor dhe të pandërprerë. Lufta Shoba-Izrael ndaj Iranit nuk ka për qëllim të çlirojë iranianët nga sunduesit e tyre. Ajo synon t'i kap ata dhe t'i bëjë sklever, duke detyruar të dorëzim të pakushtëzuar dhe pushtimit kolonial dhe imperial të gjithë rajonit.
Sulmi synon të shkaktoj luftë civile në Iran, në modelin e Sirisë dhe Libisë, me miliona njerëz të detyruar të braktisin vendin e tyre dhe me të gjithë hartën e kulturës dhe civilizimit iranian të fshirë nga faqja dheut, vlerëson Dabashi. Trumpi nuk ka qëndrueshmëri për një luftë të gjatë, ndërkaq Izraeli ka një lojë shumë më të gjatë për të realizuar makthin e tij të Izraelit të madh.